Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, ka njoftuar se mërgjimtarët kosovar, të cilët deri tani ishin regjistruar si shtetas të Serbisë, mund ta ndryshojnë këtë status. Ai ka theksuar se qytetarët duhet të drejtohen tek organet kompetente gjermane për të kërkuar heqjen e shtetësisë serbe nga regjistrimet e tyre. Ky ndryshim ka ardhur pas një udhëzimi të lëshuar nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Gjermanisë. Ajeti ka kujtuar se për më shumë se 17 vite, shumë qytetarë të Kosovës janë regjistruar gabimisht si shtetas të Serbisë. Edhe ky problem tani do të korrigjohet fal përpjekjeve të vazhdueshme të ambasadës kosovare në Gjermani. Ajeti ka ftuar shtetasit e Kosovës që kanë hasur në këtë problem të paraqiten në institucionet gjermane për të kërkuar korrigjimin e dokumentacionit të tyre. Ai gjithashtu ka shtuar se ata mund të drejtohen dhe te ambasada e Kosovës në Berlin. Pas përfundimit të luftës, shumë kosovarë në Gjermani u regjistruan gabimisht si shtetas të Serbisë. Kjo për shkak të periudhës kur Kosova ishte nën administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe autoritetet gjermane vazhduan të regjistrojnë kosovarët si shtetas serb, duke mos e përditësuar statusin e pavarur të Kosovës. Qeveria e ardhshme e Kosovës mund të formohet pa listën serbe nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe pas ankimimit konfirmon rezultatet aktuale të zgjedhjeve të nëntëshkurtit, sipas të cilave 1 nga 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb i ka shkuar partisë Nenad Rashić për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Kështu tha për Radio Europa e Lirë Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kjo do të ishte era e parë që lista serbe nuk do të ishte pjesë e qeverisë Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 2013, pasi që deri më tani ajo i ka fituar 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb. Me kushtetutën e Kosovës, një pozitë ministrore në qeverinë e Kosovës ishte rezervuar komunitetit serb, ndërsa një tjetër komuniteteve të tjera minoritare jo serbe. E nëse qeveria e Kosovës përbëhet nga më shumë se 12 ministri, atëherë merrohet dhe një ministër tjetër nga radhë të komuniteteve jo shumicë. Për zgjedhja e këtyre ministrave bëhet në konsultim me partitë parlamentare dhe nëse dikush emërohet prej partive që nuk ka hyrë në kuvend, atëherë është i nevojshëm miratimi zyrtar nga shumica e deputetëve të komunitetit, nga i cili është emëruar ministri. Bazuar në këtë nen të kushtetutës, Cakolli thot se një qeveri pa listën serbe, nëse konfirmohen rezultatet e tanishme preliminare, sigurisht që do të ishte legjitime në aspektin juridik, por se konsultimet do të duhet të bëheshin me të gjitha partitë parlamentare, përfshirë listën serbe. Nga ana tjetër, politologu serb Ognjen Gogić beson se lista serbe nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti, edhe sipas tij ajo ka luftuar për të marrë të 10 ulëset e garantuara në kuvendin e Kosovës, vetëm që të mund të bllokonte disa procese atje. Bedri Hamza, kandidat për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, ka theksuar edhe një herë qëndrimin e partisë së tij për të mos krijuar koalicion qeverisës me lëvizjen vetvendosje. Hamza ka thënë në një intervistë se dallimet politike janë arsyeja kryesore që PDK-ja nuk mund të bashkëpunojë me LVV-n. Ai gjithashtu ka konsideruar më tej se është e mundur që opozita të formojë qeverinë e re të vendit, duke paralajmëruar bashkimin e forcave për të arritur një shumicë prej 52 deputetësh, plus 10 të minoriteteve jo serbe. Hamza ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i cili në një konferencë për shtyp të hënën në Prishtinë ka garantuar sërish se nuk do të bëjë koalicion me LVV-n, duke shtuar gjithashtu se LDK-ja do të pranojë të hyjë në qeveri vetëm nëse merr kryeministrin. Nëse partia e parë nuk arrin t'i bëjë institucionet, atëherë situata është e qartë. Mandati i kalon partisë së dytë, edhe në këtë rast partia e dytë është PDK. Ne jemi të hapur të bisedojmë me partitë me të cilat kemi qenë në opozitë dhe me partitë që kanë ulse në kuvendin e Kosovës. Të diskutojmë për përbërjen e qeverisë së ardhshme, deklaroi Hamza. Kujtojmë se javët e fundit janë diskutuar një sër skenarësh të mundshëm për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Gjithashtu, sikurse brenda ashtu edhe jashtë zyrave partijake, janë hedhur në tryez shumë kombinime, të cilat synojnë të gjejnë një ekuilibër politik, si dhe të sigurojnë mbështetje për krijimin e një shumice parlamentare të qëndrueshme.
Zyre prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës i ka dhënë urdhër policisë për ndalimin e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik, kryeministrit Radovan Višković dhe kryetarit të parlamentit të këtij entiteti Nenad Stevandić, me qëllim që të merren në pyetje. Autoritetet në Republikën Srpska planifikojnë që entiteti në Bosnjë-Hercegovinë ta përcaktojnë si shtet të popullit serb, të japin të drejtën për vetëvendosje, të krijojnë ushtrinë e tyre dhe të heqin Këshillin e Popujve, sipas një drafti të ri të Kushtetutës së Republikës Srpska, por këto ndryshime po bien ndesh me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës. Ligji për procedurën penale i Bosnjë-Hercegovinës parashikon mundësinë e lëshimit të urdhrit për sjellje të detyruar për dhënien e dëshmisë, në rast se personi i thirrur në institucionet gjyqësore refuzon ta bëjë këtë. Gjë që paraqet dhe një lëvizje tjetër secesioniste nga autoritetet e këtij entiteti, pasi u miratuan ligje që ndalojnë funksionimin e institucioneve gjyqësore dhe hetuese të Bosnjë-Hercegovinës në territorin e Republikës Srpska. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dalë kundër vendimit të prokurorisë në Bosnjë-Hercegovinë për urdhërimin e arrestimit të presidentit ultranacionalist të Republikës Srpska, entiteti serb në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik. Serbia sipas tij nuk do ta mbështesë arrestimin e Dodikut, kryeministrit të Republikës Srpska Radovan Višković dhe kryetarit të kuvendit të Republikës Srpska Nenad Stefandić. Në vlerësimin e Vučićit, urdhri për arrestimin e Dodikut, Viškovićit dhe Stefandić nuk është asnjë kontribut për paqen, por përkundrazi ndihmon në destabilizimin, shkatrimin e marrëdhënieve mes palëve dhe krijimin e një kaosi të plot në rajon. Duhet të luftojmë kundër atyre që duan të na shkatërrojnë të ardhmen, të na mohojnë të drejtën për të patur emrin dhe identitetin ton, për të na diktuar se si të veprojmë dhe për të na hequr lirinë. Ata që mendojnë se do ta coptojnë dhe shpërbëjnë Srpskan dhe Serbinë janë gabuar rënd, ka theksuar Vučić. Prokuroria po kërkon arrestimin e krerëve të entitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë për kryerjen e veprës penale sulm ndaj rendit kushtetues. Mediumi bosnjak Istraga raportoi se Dodik ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për t'u intervistuar. Dodik akuzohet për nënshkrimin e dekreteve presidenciale, me të cilat shpalli të vlefshme 2 ligje kushtetuese të Republikës Srpska, që më parë ishin anuluar nga përfaqësuesi i lartë gjerman. Aktivistja serbe Rada Trajković ka thënë se pas numërimit të votave në Kosovë, një karike të listës serbe në kuvendin e Kosovës e mori ish ministri serb në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, i cili sipas saj gjatë edhe pas fushatës elektorale është kërcënuar nga ish nënkryetari i partisë më të madhe të serbëve, Lista Serbe, Milan Radojčić. Ai kujtoi se edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Rashić është kërcënuar nga kryeterroristi Radojčić dhe nga njerëz të afërt të tij me të vetmin qëllim për t'i dëmtuar reputacionin të votuesit serb. Akuza të rënda në drejtim të Serbisë pati edhe ministri Rashić. Ai akuzoi qeverinë e Vučićit për shfrytëzimin e serbëve të Kosovës për interesat e tyre personale. Rada Trajković tha se Milan Radojčić po vazhdon agresivitetin ndaj serbëve në Kosovë dhe se ai paraqet rrezik për çdo qytetar të përgjegjshëm. Fatkeqësisht Milan Radojčić duket se është një person i mbrojtur i dyshuar për organizimin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Ai pranoi përgjegjësinë për Banjskën dhe jeton dhe bën biznes lirshëm në Serbi. Ai me dje ka guximin të vazhdojë agresivitetin e tij ndaj serbëve që mendojnë ndryshe, përfshirë Rashićin. Radojčić është kërcënim për të gjithë qytetarët e përgjegjshëm, tha politikania serbe. Kurse politologu Ognjen Gogić deklaroi se Rashić nuk ka ofruar dëshmi për kërcënimet që pretendon për Milan Radojčić. Deri më tani Rashić nuk ka prezantuar asnjë provë ku tregon se ai është kërcënuar nga Milan Radojčić. Megjithatë ai për një kohë të gjatë ka qenë cak i mediave serbe dhe i zyrtarëve shtetëror serb, të cilët e kanë ofenduar rënd duke e quajtur dhe tradhtar. Ai sulmohet dhe për faktin se ka potencial për të qenë kundërshtar i listës serbe, deklaroi Ognjen Gogić.